Në vitin 2012, raporti global i Hendekut gjinor fatkeqësisht e rendit Shqipërinë ende më poshtë sa një vit më parë, dhe sot ne jemi në krah të Moldavisë dhe të Etiopisë. Dhe kemi lënë fatkeqësisht vende përpara edhe Burkina Fason, edhe Mozambikun, edhe Gjergjin, madje edhe Ugandën. Dhe nga ana tjetër, në 12 prioritetet e famshme të Bashkimit Evropian, ai i 11-ti përcakton se duhet bëhen hapa konkret në forcimin e mbrojtjes së drejtave njerëzit, e sidomos të grave, të fëmijëve dhe të romëve. Mirëpo, shifrat flasin vetë dhe përballë shifrave të vitit 2012 është fare e qartë se nuk ka vend për të diskutuar domosdoshmërinë e një ndryshimi rrënjësor. Rënimi i përgjithshëm materializohet edhe në shifrat e kriminalitetit, ku edhe shifra tragjike e vrasjeve të grave bën pjesë si një rekord negativ. Kur partia që sot qeveris erdhi në qeveri, atë vit evidentoheshin 8.250 krime. Në vitin 2012 u evidentuan 20.688 krime. Diferenca 12.438 krime më shumë. Një mesatare 1.500 krime në vit, rritje për të ardhur në një shifër e cila është absolutisht e papranueshme në raport me të shkuarën dhe në raport me vetë kontekstin e Europës ku ne duam të integrohemi. Vetëm nga 2011 në 2012 u evidentuan 3.029 vepra penale më shumë. Dhe sot Shqipëria është vendi me numrin më të madh të vrasjeve në Europë për 100.000 banor. Ashtu si kundër, po të kalojmë në anën tjetër të medaljes, është edhe vendi në numrin më të madh për 100.000 banor të vdekjeve në rrugë. Shqipëria sot ka 4 herë më pak makina se mesatarja evropiane dhe ka 4 herë më shumë vdekje në rrugë se mesatarja evropiane për 100.000 banor. Nuk do të zgjatem me numrin e aksidenteve që edhe ato janë rritur në mënyrë dramatike. Bolë t'ju them se kur partia që sot qeveris erdhi në pushtet evidentoheshin 850 aksidente, sot evidentohen 2030, në vitin që sapo lam pas. Por dua të mbyll të pjesë të kësaj çështje që ka të bëjë me përplasjen e drejt për drejt me krimin dhe me anarkinë, cilën fatkeqësisht shteti e ka humbur. Kemi sot një polici që ka trajtimin më të ulët financiar në rajon, s'po flasim për Europën,
policët tanë dhe policia jonë tërësi është më e keq paguar se çdo polici tjetër e rajonit. Paguhet më mirë policia në Kosovë edhe në Bosnjë. Nga ana tjetër, policët në Shqipëri nuk i marrin më shpërblimet që ju takojnë me ligj, nuk paguhen më për shtesë siç ju takon me ligj, madje mbeten rëndom edhe mbrapa makinës duke i shtyr makinën për të zëvendësuar karburantin e munguar. Mirë po, çështja e krimit nuk është një çështje që trajtohet dhe zgjedhet vetëm në përplasjen me krimin. Sepse aq sa ç'është e rëndësishme betejë ballë për ballë me krimin, është e rëndësishme betejë e përditshme me shkaqet e krimit. Dhe dëgjova Zorin Arbana, një nga figurat emblematike të lëvizjes gruas në gjithë këto vite, që tha nuk kemi çfarë të bëjmë më në pikpamje të legjislacionit. Ekspertiza, lobingu, presioni i organizatave të grave në bashkëpunim me gra parlamentare ka çuar në praktikisht shkrimin në ligj të atyre objektivave dhe masave të përcaktuara prekorisht si objektiva dhe masa që do të sillnin një transformim. Transformimi nuk ka ndodhur. Faktikisht në 2011 kishte një numër vrasjesh të grave 19. Në fillim 2012-s kontributi i posaçëm i grave në Komisionin e Ligjeve dhe i Vasilika Hysit si një antar e komisionit që vjen nga betejë e shoqërisë civile për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave njeriu dhe të grave në veçanti, solli një paketë rënduese të rëndësishme për krimin dhe dhunën në familje dhe ndaj gruas. Po çfarë ndodhi në 2012? Nga 19 vrasje në 2011 shkuam në praktikisht 27 vrasje në 2012 dhe madje vrasje të ububushme në disa raste për nga mënyra e kryerjes tyre. E pra, Shqipërisë nuk i mungojnë 3 ligje për të hyrë në Europë. Shqipërisë i mungojnë 3 pushtete për të hyrë në Europë. I mungon pushteti legislativ që është peng i ekzekutivit, i mungon pushteti ekzekutiv që është peng i korrupsionit, i mungon pushteti gjyqësor që është peng i korrupsionit dhe i ekzekutivit. Ky fakt që ligj i përmirësuar ndjeshëm në fillim të 2012-s për çështjen e dhunës në familje dhe për mbrojtjen e grave nuk sjell asgjë në realitet, flet se problemi ynë themelor në këtë vend nuk është legjislacioni, por është ligjshmëria. Dhe për të shkuar më tej, do doja të nënvizoja se qofse flasim për një moment dramatik në historinë e këtij vendi, është momenti kur shifrat e krimit janë më të lartat të ndodhura ndonjëherë, përjashtuar vitin 97 në pikpamje të humbjeve të jetës, të aksidenteve dhe të tepërsisë së madhe të krimit vogël
kudo. Nga ana tjetër, kjo përplasje e domosdoshme dhe domosdoshmëria për ta rikthyer shtetin në detyrë, duke i ridhënë policisë dignitetin, autoritetin, forcën që ta zbrapsi krimin, është vetëm një anë e medaljes. Sepse dhuna me pasojat e saj është një fenomen kompleks dhe nuk i ka rrënjët tek betejë mes shtetit dhe individit si një moment përplasje mbi faktin e ndodhur të dhunës, por i ka rrënjët tek ekonomia, varfëri, papunësi, i ka rrënjët tek arsimimi, analfabetizëm, ignorancë, i ka rrënjët tek shëndetësia. Mjafton të themi se të gjitha gratë e papuna janë të pasiguruara, dhe si të pasiguruara nuk përfitojnë as nga barlindja dhe as një formë të kujdesit shëndetësor të nevojshëm në rast se nuk paguajnë, tarifa 4-5 herë më të larta se disa vite më parë, i ka rrënjët tek jeta sociale, i ka rrënjët tek drejtësia, nuk diskutohet ku u prek këtu. Nuk ka drejtësi, i ka rrënjët tek siguria më në fund fare, që nuk është vetëm një proces që lidhet me pasigurinë që shkakton krimi dhe dhuna, por është një proces që lidhet me pasigurinë psikologjike të përgjithshme në një mjedis ku vulnerabiliteti i grave dhe i vajzave është shumë i lartë. Dhe nëse duam të flasim konkretisht dhe nëse duam të veprojmë konkretisht, ky është një fenomen që duhet përballur frontalisht. Duhet përballur drejt për drejt aty ku shfaqet në formën e dhunës, por duhet përballur dhe indirekt aty ku shehet. Tek varfëria, tek fakti që sot në Shqipëri pjesa më e madhe të papunëve janë gra dhe të rinj. Tek fakti që sot në Shqipëri kemi një numër të konsiderueshëm shqiptaresh dhe shqiptarësh që jetojnë pa komunitet. Kanë një shtëpi, por nuk kanë një komunitet. Kanë një shtëpi, por nuk kanë shërbime komunitare rreth rrotull. Kanë një shtëpi, por nuk kanë shërbime publike të garantuara. Nga ana tjetër, mungesa e arsimimit sot shfaqet në formën e dobësisë përballë vështirësive dhe përballë dhunës është vetëm në hapat e parë si fenomen dramatik. Vitet që vinë mund të jenë shumë më të rënda në rast se ndërhyrja nuk është e fortë dhe rrënjësore. Pse e them këtë? E them këtë sepse është fakt se në shifrën e analfabetizmit, që vetëm në 4 vitet e fundit është rritur nga 10 në 15%, pjesa më e madhe janë vajza. Ato që e braktisin shkollën, arsimin e detyruar, në klasën e 4, 5, 6, janë vajza, për shkak të vështirësive të jashtëzakonshme që lidhen me gjendjen familjare, kryesisht flasim për fshatin,